Domethënë tre janë parametrat që matin zhvillimin muskular. Është tensioni mekanik, është pampi, edhe koha nën tension. Tensioni mekanik është kur një muskull në një peshë të saktuar fillojnë zhvillohen kurjet e fibrave muskulare, të miofibrileve. Okej. Ky është tensioni mekanik. Pampi është kur në efektin e peshave të lehta kryesisht dhe me përsëritje të mëdha, kemi rritjen e volumit sakroplazmatik. Sepse duhet thënë që një fibër muskulare ka dy ambiente. Është citoplazma apo sakroplazma, janë dhe miofibrilet. Miofibrilet janë disa filamente proteinike, të cilat gjatësore për gjatë fibrës muskulare që rrëshqasin kundrejt njëra tjetrës për të realizuar procesin e të kurjes. Okej. Dhe duhet thënë që stërvitja për hipertrofi apo stërvitja intensive, intensiteti zhvillon miofibrilet, kurse stërvitja me volum zhvillon sakroplazmën. Sakroplazma është ambienti nutritiv për miofibrilet, ku kemi grumbullimin e metabolitëve, siç janë ionet e hidrogenit, laktatet, glikogjeni, fosfatet, kemi dhe zhvillim të organeleve dhe mitokondrieve. Gjithë kjo përbën atë ambientin nutritiv për miofibrilet. Që praktikisht i bie këto janë muskuli mirëfillt, po them. Kjo është masa e mirëfillt. Ti thua që volumi rrit më shumë ujin, po themi, unë po e quaj ujë likuidin. Dhe pampin dhe atë volumin, masën e madhe voluminoze që shohim në këta individ që është stërviten me një volum të lartë.